Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të drejtorisë vendore policisë Vlorë arrestuan në flagrant shtetasin GÇ, 32 vjeç, banues në Vlorë. Ky shtetas, duke drejtuar automjetin në gjendje të dhëur në aksi rrugor Sherisht Vlorë, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasoi automjeti ka dalë nga rruga, ku u dëmtua drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri YÇ, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Nga verifikimi rezultoi se shtetasi GÇ ishte pa pajisur me leje drejtimi. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarand arrestuan në flagrancë shtetasin GSH, 42 vjeç, banues në Tiranë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dhëur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në drejtorinë vendore të policisë Vlorë referuan materialin në prokurori për veprën penale mashtrimi ndaj shtetasit RH, 55 vjeç, banues në Tiranë. Pas kallëzimit të shtetasit KB, 64 vjeç, banues në Vlorë, i cili pretendon se është mashtruar në lidhje me shitblerjen e një prone. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuar materiale në prokurori ndaj shtetasve RL, 60 vjeç, banues në Vlorë, i kallëzuar për vjedhjen e një kablli elektrik që shërbente për furnizimin e energjisë të shtyllave të ndriçimit. SM, 30 vjeç, banues në Vlorë, i shpallur në kërkim për veprën penale vjedhja, pasi dyshohet se ka shitur një pikë grumbullimi një automjet të marrë me qira. IG, 39 vjeç, banues në Vlorë, i shpallur në kërkim për veprën penale vjedhja, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në ambientet e një firme ku ishte i punësuar si çofer. GM, 28 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga forcat e policisë Shqiponja, ju gjet një mjet prerës thik. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.